Parashimin e muajit maj 2026. Duket se kemi një muaj mjaft të rëndësishëm për nga ana planetare, por shumë e rëndësishëm nga çështjet ekonomiko-financiare dhe piknisja dhe mundësit e kësaj periudhe, sepse lidhet shumë me verën, lidhet shumë me vazhdimsinë dhe jo vetëm. Prandaj kërkohet vëmendje, kërkohet kohë, kërkohet mundësit kur dhe çfarë. Por le të hedhim një sy pikërisht këtij muaji çfarë ndikon në lidhje me ndikimet si hyrje, pastaj vazhdojmë dhe me ndikimet kryesore, çfarë ka të bëjnë për sa përket gjithë muajit dhe pastaj fillojmë me shenjat me radhë. Për sa përket këtij muaji maj është muaj i ndryshimeve intensive që ka të bëjnë në fushën e karrierës, lëvizshmëri të rëndësishme planetare që ndikojnë në energjinë tonë. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi. Ndikimet kryesore astrologjike janë sepse lëvizja Uranit. Urani vazhdon vazhdimsinë mes fundit të shenjës së Demit duke përgatitur tokën në ndikimin e madh të binjakët. Kjo sjell ndryshime të papritura në temat ekonomike dhe ato të ndikuara ose shitblerje të rëndësishme. Jupiteri nga Fore, duke mbështetur në nevojën për siguri dhe mbrojtje emocionale, duket se ka lidhje shumë me familje, lidhje shumë me kuptimin e jetës dhe asaj çka neve kemi dhe jemi. Jupiteri gjithashtu ka të bëjnë shumë me në lidhje me punën, në lidhje me çështjet e karrierës më tepër, sepse përgatitet në fund qershori që ka një ndikim shumë të madh në atë çka quhet ekonomi, çka quhet dashuri e munguar. Por gjithashtu ka të bëjnë me Saturnin, se Saturni duket se me Neptunin, bashkimi i këtyre dy planeteve në shenjën e Dashit krijon një tendencë për të pasur vizione një të ardhme të afërt, në mënyrë që mos të jenë gjërat të jenë sa më të pastra, sa më të qarta dhe jo të falsifikuara apo gjëra të tjera. Pra kemi një ndikim shumë të madh në lidhje me persona të ndryshëm që mund të keni pasur probleme në të kaluarën dhe duket se tani dalin mbi sipërfaqe dhe gjërat janë krejt ndryshe nga situata, krejt ndryshe